Gjino Mulliqi shpall kandidimin për rizgjedhjen në Këshillin Bashkiak të Willit. Willit, Texas, këshilltari bashkiak për mayor pro tem Gjino Mulliqi ka njoftuar zyrtarisë se do kandidojë për rizgjedhjen në Këshillin Bashkiak të Willit, Place 6, duke kërkuar një mandat të ri për të vazhduar shërbimin për komunitetin. Në deklarimin e tij publik, Mulliqi thekson se shërbimi ndaj qytetit të Willit ka qenë një ndër nderet më të mëdha të jetës dhe se gjatë mandatit aktual ka punuar me integritet, përgjegjësi, transparencë, duke respektuar besimin e qytetarëve. Ai vlerëson veçanërisht rolin e tij si mayor pro tem, që i ka dhënë mundësinë të mbështesë drejtimin e qytetit në një periudhë rritje dhe zhvillimi. Sipas Mulliqit, Willi është më shumë se një qytet me rritje të shpejtë, është një komunitet i ndërtuar mbi familjen, besimin, punën e ndershme dhe fëmijësinë, ku njerëzit me përardhje të ndryshme bashkohen për një qëllim të përbashkët. Ai thekson se suksesi i qytetit vjen nga respekti, arsyeja shëndosh dhe bashkëpunimi. Gjatë mandatit, prioritetet e tij kryesore kanë qenë mbrojtja e sigurisë publike, mbështetja e policisë, jarfikësve dhe emergjencave, zhvillimi i përgjegjshëm dhe planifikimi i mençur që ruan karakterin e qytetit, disiplina fiskale dhe menaxhimi i kujdesshëm i fondeve publike, përmirësimi i infrastrukturës, shërbimeve dhe cilësisë së jetës, komunikimi i hapur dhe transparenca me qytetarët. Nëse rizgjedhet, Mulliqi premton se do të punojë që rritja të mos tejkalojë infrastrukturën, që lagjet të mbrohen, bizneset e vogla të mbështeten dhe Willi të mbetet një vend i sigurt dhe mikpritës për familjet e brezat e ardhshëm. Në fund, ai falenderon familjen, bashkëpunëtorët dhe qytetarët për besimin dhe kërkon mbështetjen dhe votën e tyre për të vazhduar shërbim me përkushtim.